Qyteti i Korçës ka qenë pikë ndalesa e radhës e Partisë Demokratike, ku gjatë pasdites së të premtes janë prezantuar kandidatët për deputet për këtë qark, ndërsa ka akuzuar sërish të rivalin politik Rama për bllokim të statusit kandidat për në Bashkimin Evropian, kryeministri Berisha nuk nguroi edhe të bëjë batuta apo ironi me fjalimet e kryesocialistit, teksa ky i fundit tha se Korça i ngjason me Parisin. Pyeteni veten, si ka mundësi që ky njeri vjen dhe i thot Korç, ti e Parisi ynë. Atër zotri, si ka mundësi që ti e quen Korçën në Paris dhe i mbyll dyert asaj, statusit për vendin kandidat. Si ka mundësi zotri, që këtyre qytetarëve dhe qytetarëve shqiptarë bëre gjithë qka të mos lejosh të marrin vizat, të lëvizin si qytetar europian në mbar Europën. Si ka mundësi që për 3 ligje nuk lejon të mirët statusi. Ndërsa kërkoi votën e korçarëve për një mandat të tretë, kreu i qeverisë premtoi se në 4 vitet e ardhshme, Shqipëria do të ecë me hapa të shpejtë jo vetëm sa i përket integrimit të vendit në BE, por edhe sa i përket agjendës së qeverisë së djathtë, duke u ndalur tek punësimi, infrastruktura, ekonomia e të tjerë. Më herët nga qyteti i Korçës, kryeministri gjatë një konference për shtyp akuzoi opozitën se nuk plotson vendet bosh në KQZ, pasi synon të mos njoh humbje në 23 qershor, ndërsa ka komentuar për herë të parë dhe listën e kandidatëve për deputet të PD-s pas zyrtarizimit të saj në KQZ.